Specialistë sektorit të ejakullimit rrugor arrestuan shtetasin Malazez MC, 51 vjeç, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje ndehur. Gjithashtu, specialistë sektorit të ejakullimit rrugor referuan dalë në prokurori pasi gjenë në aksion rrugor Shkodër Mjet, motomjetin me drejtues shtetasin KT 72 vjeç, ka goditur nga pas automjetin me drejtues shtetasin GT 50 vjeç. Sipas së dëmtuar let, drejtuesi i motomjetit shtetasi KT në aksion rrugor Shelqet Pisull, shtetasi PG 73 vjeç, duke drejtuar motomjetin e tij në efektin e alkoolit, është vetërrezuar. Sipas së shtetasi PG ndodhet në spitalin e Shkodrës jashtë rrezikut për jetën. Referuar dalë në prokurori ku nisi procedimin penal për shtetasin Asa 40 vjeç, pasi u drejtuar automjetin e tij, dyshohet se kumul kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe përpasi automjeti është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin GSH 31 vjeç dhe pas është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin FH 39 vjeç. Sipas së përplasjes janë dëmtuar lehtë shtetasit GSH dhe FH, të cilët morën ndihmë mjekësore në spitalin e Shkodrës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Specialistë e policisë kufitar në Muriqan referuan dalë në prokurori ku nisi procedimin e gjendje lirë për shtetasin TD 40 vjeç, pasi në hyrje të Republikës së Shqipërisë gjatë kontrollit nga shtypin e policisë në çantën e dorës u gjet një sasi monetare euro të padeklaruara. Matat përsëriali u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksion përgjithshëm Shkodër për veprimet e mëtejshme.